Kryeministri na quajti pseudo-intelektual, por përgjigja më e mirë është puna jonë, është CV-ja jonë, që kemi arritur me shumë mund. Para disa muajsh, ish kolegë të Komisionit Evropian më kërkuan që t'i ndihmoj për të hartuar rekomandime se si Shqipëria të mbyll kapitullin 25. Kapitullin që mbulon kërkimin shkencor, shkencën tërësi. Më thirrën institucionet huaja dhe jo vendi im. Më thirrën sepse Shqipëria ka një vit që e ka hapur këtë kapitull dhe ende nuk ka mbyllur. Kapitullin që Mali i Zi, që kryeministri ka përmendur disa herë këto ditë, e ka mbyllur brenda një dite në 18 dhjetor 2012. Shënojeni. Shqipëria sot investon 0.17% të prodhimit të brendshëm bruto në kërkim shkencor. Dhe objektivi është 1% në 2013, pra rruga është e gjatë. Ndaj duhet thënë hapur që edhe pse Bashkimi Evropian e ndryshoi sistemin nga kapitulli në Bashkimi Evropian e ndryshoi sistemin nga kapitull në grup kapitull për të na ndihmuar, ne duhet pari të ndihmojmë veten tonë. Vendin tonë duke ndryshuar sistemin brenda vendit tonë. Si, duke vënë në qendër të së ardhmes meritokracinë dhe shanset e barabarta, të ketë konkurset vërteta në universitete dhe në administratë publike. Kur fiton një vend pune me aftësi, askush nuk mund të tull dignitetin. Askush nuk mund të shantazhoj me heqje nga puna, se del në protest apo nuk voton partin pushtet.